Nuk jemi të jashtëm për njëri tjetrin. Konjufca dhe Spiropali shpallin frontin e përbashkët diplomatik. Prishtina dhe Tirana kanë bashkuar zërat sot në një qendrim të unifikuar përballë sfidave diplomatike. Zëvendës kryeministri Glauko Konjufca ka pritur në një takim të ngrohtë dhe vëllazëror zyrtaren e lartë nga Shqipëria Elisa Spiropali. Mesazhi kryesor që doli nga takimi ishte se dy shtetet shqiptare nuk janë të jashtme për njëra tjetrën, por ndajnë një fat të përbashkët historik dhe politik. Në konferencën për media, Spiropali nuk i kurseu kritikat ndaj Bashkimit Evropian. Ajo kërkoi me ngullën që Kosovës t'i jepet statusi i vendit kandidat pa vonesa të mëtejshme, duke i sqaruar qasjen aktuale të Brukselit si aplikim të standardeve të dyfishta. Për Tiranën zyrtare, forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës është interes kombëtar parësor. Lidhur me dialogun me Serbinë, qëndrimi ishte i prerë. Stabiliteti në rajon nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e realitetit. Spiropali theksoi se e vetmja zgjidhje e qëndrueshme është njohja reciproke mes dy shteteve, dhe se Serbia duhet ta pranojë pavarësinë e Kosovës, jo si akt presioni, por si domosdoshmëri për normalizim. Palët u dakorduan gjithashtu për intensifikimin e punës për zbatimin e mbi 140 marrëveshjeve të nënshkruara, duke paralajmëruar mbledhjen e radhës mes dy qeverive.